Kanë punuar në galeritë minerare dhe prej vitesh kanë dalë në pension, por sot ndjehen të braktisur nga shteti për të drejtat që u takojnë. Një grup prej tyre ngren problemet të braktisës nga kujdesi që duhet treguar nga shteti për këtë shtresë. Tani neve kemi 30 vjet në protestë. 30 vjet për minatorët. Dhe këta rrogat e tyre i ngren natën 140 bën bashk. Kurse për neve kanë votuar vetëm 14. Ne i bëjmë deputet, mbledhëm vota për këta maskarenj, i mbledhëm vota nga 6.000 vota dhe këta luftojnë, këta na dalën kundra neve. Neve vetëm se na ka mbajtur Zoti që jetojmë. Se nga qeveritë neve s'kemi parë asnjëherë mirë. Për 30 e ca vjet asgjë s'kemi parë mirë. Minatorët nuk kërkojmë lëmoshne, këta na japin çdo muaj thot 8.000, 18.000, nuk duam fare këto lekë ne. Ne duam të ngrihet pensioni, ka qenë 7.500, shkoj 750.000. Me këto çmime, 1 kg spesa 2.800, 1 kg domate 2.500. Nuk jetojmë dot. Unë për vete kam qenë i smur, më ka ndodhur edhe në minier aksident, kam qenë 11 muaj me paterisa ushtrova. Prap ndodha aksident me biçket, kam thyer 2 rrozat kurritit, kam arzhuar gati 1 milion lek. Këto lek unë kam mirë borç. Si do i laj këto lek unë tani? Edhe bashkëshorten e kam të smur. Bashkëshorten e kam të smur me zemër, me tension, marrin 100.000 lek ilaçe. Nuk më del pension. 180.000 lek i harxoj vetëm ilaçe çdo muaj aty për gruan e për veti. Gruaja me epilepsi, unë tension, diabet, nuk e di ka jam më. Si një ndër elementet për t'i quar drejtëzidhje së hallëve që kanë, ata shprehen idenë që të mos shkojnë në votimet e ardhshme. I bëj thirrje shtetit, sa më parë, të ngrer pensiones, ndryshe katastrofë, terminatorët e ish minatorët, mos vën fare në votime. Sipas tyre, ka 35 vite që është mohuar statusi minatorit dhe vazhdon të mohohet.